Në janarin e ftohtë të vitit 1968, nga një apartament modest në Elmhurst të New Yorkut, një burr 65 vjeçar me emrin Harry Rondos shkroi një letër që nuk do të merrte kurrë përgjigje. Letra ju drejtua vetenve Roxhës me tonin e përunjur dhe shpresën e thjeshtë të një biri që donte të ndihmonte nënën e tij në fundin e jetës. Kam nënën plak, lart nga 90 vjet, shkruante Rondos, dhe çdo letër që i dërgoj me çek më kthehet prap. Një zarf bashkë me letrën kishte futur një çek prej $100 për Sofin, gruan që kishte mbetur e vetme në himar në një Shqipëri të izoluar dhe të frikshme, ku lidhjet me botën e jashtme konsideroheshin mëkat, por shteti nuk pa as dashurinë e një djali, as mëshirën për një nën në prag të vdekjes. Në dosjen zyrtare, shokët e Ministrisë së Punëve të Brendshme e përkufizonin kërkesën e tij si të papranueshme. Harry Rondos nuk mund të hynte në Shqipëri. Ai kishte 3 vëllezër të aratisur dhe një prej tyre ishte quajtur diversant. Për këtë arsye, nëna e tij ishte internuar dhe çdo dollar që i dërgohej kthehej pas. Në fund të dokumentit burokratik, një fjali e ftohtë vulos fatin e lutjes së tij. Mendoi që çka që dërgon t'i kthehet të interesuarit me anë të Bankës së Shtetit dhe të mos i jepet përgjigje. Sot ajo letër mbetet si një dëshmi e vogël por therrse e asaj kohe kur një djalë i mërkuar kërkonte mëshirë nga një sistem që s'njihte dot as dashurinë as mëshirën, dhe ndoshta diku në Imar, në një shtëpi që s'është më, nëna Sofia ka pritur deri në fund që postieri t'i sillte lajme nga Amerika, por letra bashkë me djalin nuk erdhi kurrë.